deshta ta potencoj diçka që është aktuale tash, ajo është në lidhje me 21 dhjetorin të këtij viti, pra 21 dhjetor vitit 2012. Sepse është bërë të llovi e madhe rreth kësaj, faktikisht propagandë mediatike, po edhe hollywoodiane në lidhje me këtë, pas kanë zbuluar disa se sipas kalendarit të majave, që është një civilizim i vjetër, kjo datë do të jetë fundi i botës. Andaj kjo do të jetë e qartë tek muslimanët. Allahu subhanahu wa taala kiametin, çështjen e shenjave të kiametit, ditën e kiametit, përshkrimin se çka do të ndodhë në kiamet, e ka sqaruar për besimtarët shumë qartë. Dhe e ka sqaruar po ashtu se këtë nuk mund ta di askush përveç tij, datën kur do të ndodhë kjo. Mirë po për fat të keq, shumë prej muslimanëve nga ignoranca e tyre dhe nga ndikimi i tyre nga malli që vjen prej perëndimit, flas për ndikimin kulturor, do me thonë ndikimin ideologjik që vjen prej perëndimit, janë futur në dyshime rreth kësaj, disa janë friksuar, pyetje të shumta ju parashtrojnë hoxhallarëve, është e vërtetë, as është e vërtetë. Kjo është prej bazave të fesë. Kjo është prej bazave të fesë, se kur do të ndodhë kiameti, nuk e din askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Nëse ju kujtohet, ju e dini se në vitin 2000, po ashtu thanë 2000 tash do të ndrohet mileniumi, mund të ndodhë dhe një katastrofë e madhe. Muslimanët edhe atëherë kanë potencuar se nuk është ashtu. Allahu vetëm e din. Nuk e din kërkush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Të njëjtën e themi edhe për tash, për vitin 2012. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Yes'aluka an-nasu anis-sa'ah", të pyesin ty njerëzit o Muhammed për kiametin. Kul inna ma ilmuha inda Allah, thuaj diturin se kur do të ndodh kiameti e ka vetëm Allah subhanahu wa taala. Wa ma yudrike la'alla as-sa'ata takunu qariba, e ku e din ti, ndoshta kiameti është afër. Ky ajet kuranor po tregon se edhe më herët njerëzit kështu kanë qenë, kanë desh ta dinë se kur o kiameti. Kështu është shpirti njerëzor. Dëshiron që të ardhmen atë çka do të ndodhë në të ardhmen, gjërat e fsheta dëshiron t'i di. Dhe të njëjtën pyetje ja kanë bërë edhe pejgamberit alayhis salam. Dhe Allah po e urdhron që të thotë thuaj nuk e din se kur do të ndodhë kiameti askush. Dituria e kësaj është tek Allahu. Thuaj dituria e kësaj është tek Allahu. Wa ma yudrik la'alla sa'ata takunu qariba, pastaj thotë ku e din ti? Pra edhe ti o Muhammed nuk e din. E ku e din ti? Ndoshta kiameti është afër. Ndoshta kiameti është afër. Po ashtu në hadithin e Xhibrilit, kur vjen Xhibrili në formë të njeriut tek mexhlisi i pejgamberit alayhis salam në mesin e shokëve të tij, sahabëve të tij, njëra prej pyetjeve që ja bën, e pyetën për kiametin. Akhbirni anisa, më trego për kiametin. I thot pejgamberi alayhis salam: "Mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il." Asaj që e bën pyetjen, e as i pyeturi nuk e din këtë gjë. Po thot pejgamberi alayhis salam se as ti o Xhibril, e as unë nuk e dim këtë. Mirë po, forma se si e thuri këtë përgjigje pejgamberi alayhis salam tregon se asnjë pyetës dhe asnjë i pyetur asnjëherë nuk do ta di këtë çështje. Se pejgamberi alayhis salam nuk tha as unë as ti nuk e dim. Kishte mundësi të thotë kështu pejgamberi alayhis salam. Mirë po jo, tha asaj që pyet e as i pyeturi nuk e din këtë çështje. Që do më thonë asnjë pyetës deri në ditën e gjykimit dhe asnjë i pyetur nuk do ta qelloj për këtë mesele, se kur do të ndodhë kiameti. Andaj është mirë që në start kjo çështje të qartësohet, pasi është aktuale, do më thonë, dhe është mirë të qartësohet. Duhet ditur se sa herë që njerëzit do ta caktojnë një datë për kiametin, ajo nuk është data e kiametit. Sepse Allahu thot la ta'tikum illa baghta, nuk ju vjen vetëm se pa pritmas, kur ju nuk e pritni. Në një datë kur njerëzit e presin që të jetë kiameti, nuk mund të jetë, sepse Allahu thot do të jetë pa pritmas. Andaj jeni të qetë për këtë mesele dhe tregoni, informoni gjithë njerëzve se prej besimit bazë të Islamit në ditën e gjykimit është se nuk e din kur do të ndodhë kiameti askush përveç Allahut subhanahu wa taala.
Dhe nëse dikush mendon ndryshe apo është në dyshim për këtë, ai del prej feje, sepse i mohon ajetet e qarta dhe hadithet e qarta të pejgamberit alayhis salam. Kushdo që pretendon se e din kur do të ndodh kiameti, apo i beson atij që thot se e din se kur do të ndodh kiameti, apo dyshon në lidhje me atë se ndoshta dikush e din se kur do të ndodh kiameti, kjo vepër është prej veprave që të nxjerrin prej feje. Sepse Allah subhanahu wa taala e ka qartësuar qartë se nuk ka mundësi askush ta di se kur do të ndodh kiameti.